Jemi rikthyer dhe tashmë kam Agonën këtu në studio. Juve pat në fakt edhe pak nga biografia e saj, por që nuk përmendëm edhe diçka tjetër që ne do ta përmendim, sepse ajo po ndjek edhe studimet edhe për psikologji, pra do të bëjmë base edhe një bashkim, le të themi, ose një balans të psikologjisë dhe sigurisht edhe profesionit të saj si dirigjente. Tashmë kam Agonën në studio dhe do të flasim gjëra gjatë me të. Agona, përshëndetje, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të të kem. Përshëndetje mirë, faleminderit, kënaqësi jam gjithmonë në studio me ty. Faleminderit shumë. Ta filloj me rrugtimin tënd prej në fillim. Më thuaj pak si ka filluar rrugtimi yt në art, pse zgjodhe pikërisht artin, sepse di që të paktën nuk di tash në familjen mbase prindërit ose gjyshërit, por që di që te motrat ju jeni ti je vetmja më duket që je me art, që je nga arti, apo më thuaj si nisi ky rrugtim. Orientuar ka drejtimi artistik, po në familje jo, babi im është muzikant, gjyshi im gjithashtu ka qenë muzikant, stërgjyshi im edhe ai. Ai ka kënduar, gjyshi ka qenë me instrumente frymore folklorike, i specializuar goxha mirë edhe shumë i disiplinuar në atë aspekt. Pastaj babi si këngëtar operistik dhe regjisor dhe si më vonë më shumë si metodist i dhënies së muzikës. Edhe pastaj unë. Ti ke qenë e vetmja që ka trashëguar nga familjarët. Disi më të madhit, disa sende edhe i imponohen, ndoshta në një moment. Ose i merr përsipër që ti vazhdoj. Por e kam shijuar. Ke bërë zgjedhjen e duhur, sigurisht. Po sigurisht. Pastaj gjithmonë gjërat mund të modifikohen, të bëhen ashtu siç duam ne. Edhe besoj se në asnjë moment s'kam qenë që ta them kështu e detyruar ta vazhdoj nëse nuk e kam dje, por realisht ndoshta në fillim ka qenë nxitje, ka qenë ajo që gjithmonë duam të imitojmë njerëzit të cilët i kemi më të dashur, më të afërt. Kam qenë shumë e lidhme me gjyshin, gjithashtu edhe me babin, normalisht shumë e afërt. Edhe njeriu do t'i ngjaj heroit vetë, kështu që besoj se ajo ka qenë nxitje e parë, pa marrë parasysh shumë profesionin edhe se çfarë do të jetë, po pastaj jam dashura me profesionin edhe ka vazhduar ashtu. Edhe ka të bëjmë pas edhe ajo imponimin direkt që është pozitiv në fakt, ku ti gjatë gjithë kohës domethënë i sheh njerëzit që janë drejtuar nga arti, pra dëgjon muzikën dhe automatikisht dashurohesh edhe me atë pjesë. Po më thuaj pak pse dirigjente, se nuk është një gjë e zakonshme që zgjedhin, sidomos gratë, vajzat. Besoj se është fati im i të qenit vajzë e një prindi që ka qenë mirë edukuar, i të dy prindve që janë mirë të edukuar, po në përgjithësi në botën e muzikës më ka udhëheq më shumë babi, sepse vetë se ka qenë brenda asaj bote, brenda asaj strukture, edhe sigurisht që idejat mi ka dhënë, ka njohur më shumë format të artit muzikës, por besoj se edhe një farë nxitje në shkollë të mesme nga profesoresha e dirigjimit ka ekzistuar, sepse më vinte shumë natyrshëm. Unë gjithmonë kam pas natyrë lideri, edhe kjo ka qenë një tjetër indikator që më ka ardhur shumë natyrshëm, më ka ardhur shumë lehtë të inkuadrohem me ta. Po, domethënë ka qenë diçka që unë jam ndje vetvetja, edhe besoj se ka qenë një lloj udhëzuesi shumë i mirë, edhe pastaj me nxitjen e profesoreshës duke vënë pas se kam lëvizje të natyrshme, se mund të bëj diçka të mirë, biles madje në mbajmend që në shkollë moti se kisha kujtu tani që pyete. Mbajmend që në fund të vitit 4 të shkollës mesme ma dha një pjesë ta dirigjoja korin e shkollës, që nuk ishte ndodhur më herët, se edhe ajo ishte femër dirigjente korale. Edhe në një farë forme më infektoi me atë magjin që ky vend tek orkestra ka. Si ka qenë ai momenti kur e more për herë të parë të udhëheqësh një kor, të dirigjosh? Po mundohem pak ta kthej ndjesinë sa më origjinal. Po e di se ka pas shumë frikë, përgjegjësi.
Do thëmë gjithmonë që është, madje ndjenja më e madhe që gjithmonë më ka shoqëru, nuk ka qenë frika, ka qenë përgjegjësia. E pastaj është frika nga mos ndodhi pa përgjegjësia. Shkojnë bashkë ato të dyja pastaj. Përgjegjësia, besoj se ka qenë përgjegjësia, por kjo është unë besoj se tek profesioni im, ajo që kam ndje është disa emocione që janë para se të dalesh në skenë, edhe disa emocione që pastaj dalin kur je në skenë. Nga grupi i emocioneve që janë para se të dalesh në skenë, janë është ky shqetësimi që do dalin, a do shkojnë gjërat si duhet, a do mund aspekti që ta qetësojsh veten, mund ta përmbledhish veten maksimalisht, mund të ofrosh më të mirën tënde. Është një kjo lufta e brendshme që ndodh që ta mbledhish mirë veten edhe të mund të dalësh të ofrosh atë që është më e mira, edhe pastaj janë emocionet në skenë, që është përjetimi i muzikës, që është kjo ana magjike e bukur e transmetimit të asaj që ti ndjen, të asaj që ti ke si vizion, si ide për gjithat rrugtim muzikor të atij koncerti, edhe përjetimi gjithë asaj energjie që krijohet bashkë me orkestrën, gjitha gjërat që mund ndodhin të papritura në skenë, domethënë është një lloj prezence shumë e bukur edhe e madhe, që mund të lidh me gjithë ato njerëz që janë aty, edhe pastaj ajo që ne krijojmë bashkë mund të përcillet tek dëgjuesi, tek publiku. A ndodh edhe sot, domethënë, pra këto emocione për të cilat fole, është e njëjta në çdo dalje apo në çdo. Thjesht besoj se me kalimin e kohës është shumë, domethënë nuk ekziston frika, nuk ekziston paniku, nuk ekzistojnë disa emocione që janë për gjëra që janë të panjohura, edhe për gjëra për të cilat nuk kemi përvojë, zakonisht na dalin kur s'kemi përvojë, por ndjenja e përgjegjësisë është gjithmonë aty, një lloj shqetësimi nga e panjohura që është gjithmonë aty, edhe njëjtë edhe pjesa e emocioneve. Besoj ndoshta me kalimin e kohës jam çliruar më shumë që të mund të ndjej më shumë sa jam në skenë, që të mund të fokusohem më shumë tek muzika dhe jo të shqetësohem se me atë se çfarë do të ndodhi ose kush do të jetë hapi radhës, por besoj se sa më shumë kohë kalon, aq më shumë mësohesh me emocionet, mësohesh ti mbajsh më mirë, mësohesh ti kontrollosh më mirë, edhe mësohesh ti në një farë forme ti ofrosh më mirë. Sigurisht. Pra emocionet janë aty, por që me kalimin e kohës i keni në kontroll, nuk është se si në fillim modifikohen edhe bëhen pjesë më e jote e rrugtimit tënd. Bëhen pjesë e jote definitivisht. Sigurisht. Më thuaj pak në cila është ajo bota jote në momentin që ti ke mbledh gjithë ato emocione, i ke në kontroll emocionet dhe del përpara publikut, përpara orkestrës, në fakt në cilën botë shpesh i shohim dirigentët ku domethënë veç më janë në atë botë dhe vetëm janë duke e marrë atë feedbackun edhe të orkestrës në një farë mënyrë edhe të publikut. Si e përshkruan, si mund ta përshkruaj aty atë botën në të cilën gjendesh në atë moment kur ke një koncert shumë të rëndësishëm dhe je përpara publikut dhe përpara orkestrës? Nuk është të ndodhë të çdo koncert, kjo është prallë e bukur ta thosh, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që mund të ndodhë çdo koncert, sepse varet shumë nga shumë gjëra. Nuk është ai dirigjenti shihet si një fuqi në një farë forme si një autoritet i madh brenda orkestrës, por nuk është se e ka në dorë gjithçka, nuk mund ta ketë në asnjë moment gjithçka, sepse ke të bësh me njerëz të gjallë, të cilët kanë gjithë bagazhin e jetës vete edhe vinë me gjithat në skenë edhe luajnë atë moment, nuk e ke idenë çka mund t'i ketë ndodhur atë ditë, nuk e ke idenë se në çfarë disponimi, në çfarë gjendje emocionale mund të jetë në atë ditë. Fatkeqësisht edhe fatmirësisht të dyja profesioni janë lidhet me emocionet, shumë lidhet me emocionet, edhe nuk mund kërkon një pjekuri shumë të madhe si në moshë, si emocionale, që të mund mos të ndikoj, por në fund të fundit ajo që provokojme dhe ajo që nxisim janë emocionet, kemi të bëjmë me emocionet. Kështu që automatikisht ndikon në cilësinë e interpretimit, në çfarë do nxjerrim, në si do dalim bashkë në total. Kështu që varet edhe me çfarë njerëzish jam e rrethuar, me cilët interpretoj. Ka pas raste kur realisht bashkë me solistët kemi mund të shkojmë në një botë
krejt tjetër, një botë shumë të bukur, dhe ka pas raste kur mezi kemi dalë në fund koncertin. Që të dyja janë një realitet që përjetohet në skenë dhe është me kalimin e kohës unë kam mësuar t'i marr si të dyja si normale. Si njërën, si tjetrën, të dyja janë shumë njerëzore, shumë gjëra që mund të ndodhin. Shumë të bukura në atë estetikën e vetë, në mënyrën e vetë. Po, ajo që të kisha thonë që ndodhë në momentin që unë jam pak më komod edhe kam besim tek njerëzit që kam përballë. Njerëzit që kam përballë për mu janë orkestra. Publikut ja kthej shpinën, kështu që edhe është në një farë forme edhe kjo ndihmon që në momentin që unë kthehem nga orkestra është e vetmja gjë që ekziston për atë moment. Mbas një kohë edhe orkestra, nëse kemi kontakt të mirë, orkestra si orkestër humbet edhe mbet vetëm muzika. Ajo që realisht synon të mbes. Nëse unë kam komoditetin edhe besimin tek njerëzit në të cilën ndaj skenën, mund ta lej veten të lirë që të shkoj tek një vend ku është vetëm muzika. Për ndryshe, jam në shërbimin e të gjithë atyre që janë në skenë, që t'i ndihmoj që t'jenë sa më kompakt, mund ta mbaj frikën e tyre, ta mbaj pasigurinë e tyre, ta mbaj çdo lloj emocioni që ato i pengon në interpretim. Dhe kjo nuk mund të më çojë deri tek bota ime. Qëndron vetëm te ajo bota që është aty reale në moment. Disa herë kur kam tendenca që dua të shkoj them ktheu se do bëhet nami. Ktheu me këmbën e tokës dhe shpejt. A ka pas momente, a mban mend ndonjë moment ku nuk je ndjer mjaftueshëm mirë, le të themi, jo me orkestrën, po thjesht mund të ketë qenë një moment që ke qenë ngarkuar ditë më parë ose atë ditë ka ndodhur diçka që ke qenë ngarkuar, sepse njerëz jemi dhe çdo njerit mund t'i ndodh, ti mund të kesh një koncert shumë të madh, po që ja ditë nuk ndihesh emocionalisht mirë për të dalë në skenë, por që duhet të dalësh. Ka pas ndonjë moment ashtu dhe si e ke menaxhuar edhe këtë pjesë për të mos e treguar edhe tek orkestra, sepse edhe ato mbase e ndjejnë atë energjinë tënde, por edhe tek publiku. Po, me jeta ndodh, Ilmie. Po, e vërtet. Pavarësisht ç'a bëjmë, jeta ndodh, koncertet vazhdojnë, publiku nuk e ka idenë, gjërat e prenotuara vazhdojnë. Një rast kam pas që është më i rëndë se sa rastet e tjera. Mendoj se ai rasti i parë ka qenë aq i rëndë sa këto tjerat, pastaj nuk është se janë duke. Po, edhe kam qenë në moshë shumë më e vogël, domethënë kam pas diku 16 vjeç nga koncertet e mia të para, jo si dirigjente, por me pianon. Edhe mbaj mend që e kisha radhën për të dalë në skenë. Ishte një koncert që e bënim në Kërçov, ishte radha ime që të dalë të interpretoj pjesën që kisha përgatit pianistike. Edhe në atë moment, aksidentalisht kuptoj që babi është në spital, e kishte pas sulmin e parë atëherë. Edhe e di që isha një hap para se të futem në skenë. Edhe për një moment, e kuptova. E di që mora një frym. Edhe dhe thash publiku nuk e di, kështu që unë duhet dalë ma thiri emrin ai që prezantonte mbrëmjen. Thash okej, publiku nuk e di, unë duhet dalë. Edhe dola e interpretova pjesën muzikore, nuk më mbaj mend asnjë. Domethënë nuk më kujtohet asgjë nga ajo që kam interpretuar. Besoj se si isha aty. Në atë moment. Sigurisht, me mendje mbase nuk e qenë. Nuk besoj se isha aty me vetdije, po ishte një mësim shumë i mirë për gjithë karrierën time pastaj, që bëhet. Bëhet edhe është fisnike të bëhet. Është e dhimbshme, edhe mund të tingëlloj ashpër kur e tregon, po pavarësisht prapavis që mund të ketë, unë nuk e di me çfarë do sprovohem në të ardhme, nuk e di nëse do kem gjithmonë fuqinë ta bëj atë hapin përpara dhe të dalë në skenë, pavarësisht lajmit që marr,
Po deri tani e kam bërë, edhe besoj se është më fisnike të kesh parasysh 100, 200, 300 veta që presin që ti të dalish, edhe ta bëjsh pjesën tënde, se sa të ngulitesh tek egoja dhe tek ajo që ti ndjen për momentin, pavarësisht sa e madhe edhe dhimbshme të jetë ajo. Besoj që njeriu e dallon fisnikria e tij, edhe një gjë fisnike për të bërë është kjo, që të mundesh ndjenjat e tua në atë moment të mos jenë prioritet, por ndjenjat e totalit, që presin si orkestra, si publiku. Kështu që besoj se mbas atij rasti të gjitha tjerë ka plot kështu gjëra që kanë qenë të pakëndshme, po që unë e kam mbledh veten edhe kam dalë, po kjo ka qenë nga më. Kjo në fakt është gjë e bukur dhe në një farë mënyrë është edhe një mesazh shumë i bukur që po jep, sepse siç the, jeta ndodh, gjërat ndodhin në jetë dhe aty ku mbase kemi përgjegjësi për një audiencë le të themi pak më dëgjer, duhet mbase ato emocionet tona personale t'i fitojmë, të dalim mbi ato emocionet tona, ta mbarojmë atë pjesën që e kemi për ta bërë dhe pastaj mbase jam shumë e sigurt që pastaj që themini të ka lëshuar trupin më pas sigurisht që ka qenë ajo. Pas skenën, po, skapse. Megjithatë publiku e ka marrë atë për atë që ka shkuar sigurisht, kështu që është një frymëzim dhe një mesazh shumë i mirë edhe me këtë që e tregove. Nuk e kisha ndas, më kishte marrë mendja që do të tregoj ndonjëherë. Faleminderit shumë që e ndave këtu. Më thuaj pak unë të pyes sepse di që ti ke drejtuar, ke krijuar orkestrat tuaja dhe kore, domethënë të shumta. Sa e vështirë është le të themi në vendin ton që të fillosh nga zero, ti bësh gjërat kur bëhet fjalë për artin në përgjithësi? Në vendin ton është vështirë ti kesh gjërat. Në përgjithësi është shumë vështirë ti kesh. Edhe kur janë është e vështirë ti mirë mbajsh. Po që të fillojsh është një tjetër vështirësi apo në vete, sfidë. Një sfidë në vete, po nuk të them të drejtën, kur i kam fillu, cilën do qoftë nga ato që u përmendën, i kam fillu me aq entuziazëm sa nuk është se kam ndjer vështirësi. Nëse kthehem tash edhe i mendoj disa sende, disa hapa, disa përpjekje që i kam bërë, seriozisht do të thënë. I pas kam bërë to. Po, disa herë realisht nuk më duket se i kam bërë unë. Për Zotin. Nëse mendoj pak më kështu, pak më ftohtë edhe pak më ashtu, po shqyqysh Zotit që ekziston ai entuziazmi i fillimit. Edhe një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme që të ndaj është se unë gjithmonë kam pasur njerëz që gjithmonë kam pasur miqësi të vërteta. Edhe fuqia ime gjithmonë ka qenë mbështetur. Qoftë familja që më kanë përkrah, edhe në momente kur se kanë ditë se ku dua dalë me planet e mia, po si bashkëshorti këtu që gjithmonë, po thoj se gjatë gjithë pjesës karrierës time ka qenë prezent, si familja ime, si familja e tij pastaj. Do të thënë nuk është se e kam pas të qartë, besa edhe unë se kam pas të qartë disa herë se ku do ndalem ose ku do jetë ajo pika e radhës. Sepse prap do them jeta ndodh dhe gjërat modifikohen gjatë rrugës, por kam pas edhe miq shumë të mirë me të cilët kemi ndërtu bashkë. Edhe të gjitha ato unë askund nuk e kam shënuar tek CV-ja ime që unë i kam formuar ato. Gjithmonë e përdor termin bashkëformuar, co-founder. Tek të gjitha këto unë jam co-founder, nuk jam founder, sepse të gjitha ato antarë që kanë qenë fillim kanë qenë bashkëformues, edhe gjithmonë dikush ka qenë bashkë me mu, me të njëjtën peshë, që ndoshta për një arsye ose për një tjetër gjatë rrugës e ka lënë, ose nuk e di, ka zgjedhur thamë të vazhdojnë në një formë tjetër, ose kemi vazhduar deri në fund bashkë, pavarësisht rrethanave, situatave, ka nga të gjitha llojet, por që nuk është se kam qenë vetë. Nuk mund ta marr as të them, as ta humb vlerën e asaj që realisht është mbështetja e miqve.
Sigurisht. Në fakt ti po njihesh një person që je rrethuar me shumë miq që i ke për një kohë të gjatë dhe në fakt edhe në momentin që e kam nxjerr lajmërimin që do të jesh pjesë e emisionit, më kanë shkruar disa persona për të t'i përçuar të falat, gjë që unë harrova ta bëj në fillim, por që do t'i tregoj në fund të emisionit se kush janë. Megjithatë do të kemi edhe gjatë emisionit do të flasim për këtë, por më thuaj sa e rëndësishme, pra e përmende ti në një farë mënyrë. Po. E përmende në një farë mënyrë sigurisht edhe këtë që ke pasur miq, është shumë e rëndësishme besoj për të vazhduar apo për të ecur përpara edhe kur në momentet mbas edhe në momentet që mendon që nuk e di a ja vlen për të vazhduar ose jo, ka miq të cilët të çojnë përpara të thuan po. Për dy momente është shumë e rëndësishme të kesh miq, për momente kur ke nevojë ta cakrosh gotën me dikant, që asnjëherë nuk është bukur vetë, dhe asnjëherë nuk duam ta bëjmë vetë realisht. Kur them dua ta festoj diçka, asnjëherë në kokë nuk e kemi një skenë ku jemi vetëm dhe po festojmë. Është gjithmonë me njerëz. Edhe gjithmonë na duan njerëz me të cilët kemi nevojë edhe të qajmë hallet, edhe të qajmë edhe të ndajmë momentet e vështira. E vërtet. Dhe për këto janë edhe miqtë dhe sigurisht edhe familjarët që gjithmonë janë në mbështetjen tonë, në mbështetjen tënde në këtë rast. Ti sapo mbarove doktoraturën. Pra tashmë e ke titullin doktore e shkencave në muzikë. Unë përmenda edhe më herët ke një bagazh të madh akademik. Gjithashtu, po ashtu edhe në fillim mora vesh, domethënë teksa bisedonim që tashmë edhe në studime për psikologji. Ai më trego pak edhe për këtë pjesë sepse nga dirigjente tash në psikologji si të erdhi kjo ideja për të vazhduar në psikologji dhe më thua një herë ku e gjen edhe kohën dhe përkushtimin dhe motivimin për t'i bërë gjitha këto. Kjo është nga pyetjet që janë më të shpeshta që marr. Dhe nuk është ashtu siç duket. S'kam si të. Doktoratura ka qenë një udhtim shumë i gjatë. I gjatë më zhduk mua. Po. Është faktikisht, po. Mesatarisht ka shku periudhe gjatë, me që doktoratura në muzikë, ajo që përzgjodha unë ishte gjysëm interpretative, gjysëm shkencore, që mos të jem mangët edhe nga ana interpretative. Kështu që kisha dy mbrojtje të temave, njëra ishte me koncert, tjetra ishte kjo që shohim tek fotot kombaskore që dalin, kjo e fundit që ishte janar. Kështu që bëhen edhe 3 koncerte gjatë doktoraturës, edhe një që është si koncerti kryesor i mbrojtjes, edhe bëhen 3 konferencat, këto gjitha pjesët akademike, prezantimet, marrje pjesë në universitetet tjera, publikimet, gjitha. Edhe në fund është edhe tema e studimit që është mbrojtja e fundit, që ishte kjo. Tema ime ka qenë e dedikuar koreve institucionale që janë brenda universiteteve dhe brenda fakulteteve të arteve në Maqedoninë e Veriut. Kështu që ka qenë një punë me kore të cilët kanë 70 vjet, 60 vjet, 30 vjet, edhe i fundit që është Lorenzo Antoni, që kishte vetëm 2 vjet përvojë aktivizëm. Kështu që më ka marrë shumë kohë çështja e studimit, me koncertet, me këto kisha mbaru në kohën kur duheshte, domethënë kur ishte semestri, por pastaj doktoratura zgjati, pjesa e shkrimit të disertacionit zgjati pak më shumë. Ndërkohë lindën edhe vajzat gjatë periudhës që isha në studime, lindi Arja, pastaj lindi Thana, kështu që ishte pak më, kishte 2 shkëputje gjatë lindjeve, Thana ishte edhe shtatzani me komplikime, kështu që është dashur disa herë të rikthehem, edhe t'ja nis prapë nga e para. Po ishte një rrugtim goxha serioz. Sigurisht, sepse po e përmende, pra edhe unë edhe në fillim e përmenda që je edhe nënë e 2 fëmijëve, 2 vajzave të mrekullueshme dhe emrat shumë të veçantë, në fakt, shumë emra të bukur, më duhet të them. Prandaj edhe të pyeta se ku e gjen kohën, sepse këndej duhet edhe përkushtimi sigurisht tek fëmijët, këndej duhet edhe përkushtimi për të bërë këtë, por që tashmë edhe psikologjinë, më thuaj pak tash edhe për këtë pjesë. Po gjatë studimeve të doktoraturës më lindi si një dëshirë për të realisht isha loth nga bota muzikore. Ishte një moment shumë i errët për kulturën tonë si shqiptarë në Maqedoninë e Veriut.
edhe më duket se mungon, gjithmonë ndjeja se më mungon një aspekt, një anë. Edhe fillova të eksploroj në atë se çfarë mund t'i shtoj kësaj që kam, çfarë mund të më plotësoj, edhe lindi Gestalt terapia. Si ide, u regjistrova fillimisht aty, unë tani jam terapist në trajnim nga ky vit, nga ky muaj. Edhe rrugtimi me Gestaltin ka qenë shumë i bukur, më ka mbështet në shumë aspekte, më ka mbështet në gjitha këto që flas, që fola deri më tani, sa i përket emocioneve, sa i përket të qenit prezent, më ka mbështet edhe në jetë, që të mund t'i bëj gjitha gjërat që bëj dhe t'jem prezent tek ato gjërat që bëj. Më ka mësuar realisht të mund të jetoj në moment, t'jem aty ku jam dhe t'jem me gjithë forcën time, me gjithë qenjen time, me gjithë prezencën time, të mund t'jem tek momenti që jam. Dhe sigurisht njeriu kur zbulon gjërat bukura do t'i ndaj me të tjerët, do t'i ofroj edhe për të tjerët, paktën unë kështu jam. Dhe mbas një kohe, mbas 2 viteve Gestalt, vendosa që e dija që viti 3 i 4 Gestalt do sjelli punë me klient, edhe vendosa që nesër neve për momentin nuk kemi ligj të rregullum për psikoterapi në Maqedoni, por do kemi sigurisht, dhe doja ta mbështes profesionalisht punën me Gestalt terapin, kështu që fillova studimet formale edhe njerë nga fillimi. Përsëri në studime, përsëri studente, më duket se gjithë jetë studente. Në fakultet, edhe tani jam viti 2 në Universitetin Nën Tereza, në drejtimin e psikologjisë. Pra do të kemi edhe terapiste, përveç se dirigjente dhe terapiste, por si do ta bësh këtë lidhjen mes dirigjentes dhe terapistes? Çfarë ke planifikuar diçka mbase për të mos lënë njërën anash dhe tjetrën, do t'i mbash të dyja sigurisht? Nuk dua ta them, për momentin janë të dyja dhe do qëndrojnë të dyja, nuk është se nga vot dikush përpara një zgjedhje, as nuk kam ndonjë presion të duhet të zgjedh, por qëllimi është që të mund më andej të bashkohen, kështu që do shohim se çfarë do të ndodhi, nuk e di. As unë mund ta di për momentin, e shijoj kështu si është. I shijoj studimet shumë, studimet në këtë moshë. Për herë të dytë janë realisht tjetër eksperiencë. Nuk mëson për t'i mbaruar studimet, nuk mëson për t'i kaluar provimet, mëson se realisht ke nevojë për atë njohuri, për ato mësime, për atë eksperiencë, kështu që është totalisht me qejf, me kur të bëhet, si të bëhet. Kjo është një gjë shumë e mirë, ke marrë shumë shtruar dhe në fakt shumë besoj se është mjaftueshëm stresi edhe gjithë ajo trauma e provimeve që e kemi një herë kur jemi në moshë të vogël, në këtë moshë nuk ka. Kështu që tash vetëm po e shijon edhe këtë pjesë përveç se e shon, nuk kushdo qoftë që më pyet, nuk është se e kam dashur gjatë kohë tani këtë vit kam filluar ta tregoj se të mbaroj një herë doktoraturën se njerëzit nuk. Mbas asaj fillova ta ndaj që kështu, po është eksperiencë shumë e bukur. Unë ndihem se vazhdimisht mësoj gjëra të reja, ajo që mësoj më pëlqen shumë, edhe kjo është diçka që është shumë e veçantë. Kjo është një gjë shumë e bukur sigurisht që e bën dhe unë të uroj shumë suksese dhe në fakt mendoj që ke bërë zgjedhjen e duhur sepse edhe me personat me të cilët kanë folur që të njohin ty, që janë të afërt me ty, në një farë mënyrë e kanë treguar, e kanë thënë me fjalë të tjera mbase, por edhe direkt që mund të jesh një terapiste e mirë, një psikologe e mirë sepse je një dëgjuese shumë e mirë. Gjë që ne pastaj do t'i shohim edhe këto fjalë, do të kemi surpriza, por tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit menjëherë vazhdojmë. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me Agonën këtu në studio, ku sigurisht flasim edhe për rrugtimin e saj, por edhe për gjërat bukura në fakt edhe mesazhe të cilat i jep ajo edhe përmes rrëfimeve të saj. Agona, ne folëm pak sigurisht për mbështetjen, për miqësinë dhe e thash edhe në fund të pjesës së parë para se të shkojmë në hapësirë publicitare, e thash që shumë miq tuaj thonë që ti je një dëgjuese shumë e mirë, prandaj mbase është një zgjedhje shumë e duhur që ke marrë edhe psikologjinë, pra një kombinim
muzikë dhe unë t'i dëgjoj. Po, për t'ju udhëhequr pak orkestrën këndej, po nga ana tjetër mbas edhe për t'ju udhëhequr, jo vetëm për t'i dëgjuar, por edhe për t'i drejtuar, le të themi në atë që duhet. Dhe në momentin që sigurisht të thash edhe më herët që bëra lajmërimin, disa persona më kanë shkruar, por ka ardhur edhe një letër, një surprizë për ty. Nuk ta tregoj se nga kush, mbase në fund të kësaj do ta kuptosh vetë, sipas asaj, kështu që unë po e lexoj letrën. Agona, e di se kjo letër do të gjej të befasuar, por kam hequr e kam shtuar më shumë derisa mori këtë formë që ka tani. Jo se nuk dija çfarë të shtoja, përkundrazi sepse kam shumë gjëra për të thënë për ty. Ti, Agona, je një njeri që gjithë secili që të ka pranë, vetë me gjestet e tua, ja ke mësuar çdo të thotë për kujdesja, dashuria dhe sinqeriteti. Për miqësinë mund të thonë që është zgjedhje, si të gjithë gjërat e tjera që bëjmë në jetë. Unë mendoj se miqësia është fat e bekim që të jep jeta të rritesh bashk me dikën në të gjitha dimenzionet. Miqësia është si një pyll ku dielli rrit pemët dhe miqësia tregohet atëherë kur nuk e do dritën vetëm për vete, por rri paralel me drurin tjetër për të rritur bashkarisht dhe njëkohësisht. Ti nuk je vetëm një artiste në shpirt, ti je atill edhe në jetën e përditshme, në mënyrën si mendon, si e praktikon artin deri në detajin më të vogël, madje ke një stil të veçantë edhe si i bën dhuratat. Je një mik e zemre, se dëgjon, pa paragjykuar dhe kërkon më të mirën të tjetri. Faleminderit për këtë që je, që të kam dhe qofshim krahu më i fortë i njëra tjetrës. Të përqafoj duke përfunduar këtë letër e duke uruar më të mirën për ty dhe familjen tënde. A të shkon mendja pak a shumë se kush mund ta ketë dërguar këtë letër? Valla, se kam ide. Një person që fiks është që shkruan. Në këtë mënyrë i shfaq ato emocionet apo gjërat që thot. E di që ke shumë njerëz të cilët edhe unë vetë pash që ka shumë njerëz të cilët do donin që të shfaqeshin këtu me një surprizë për ty. Po, është një njeri që është gjithmonë me mua që shkruan, po ajo nuk shfaqet. Kjo është problemi. Nuk pa merr mendja që është shfaq. Stili më asocon, mënyra e të shprehurit më asocon, po nuk e besoj që është ajo. Kështu që më mirë mos ta them. Dhe nëse është do ta them po. Po, është Nuria, është Nuria Mbullaj. Por atë e mendove apo besoj? Do të thënë, unë ja njoh mënyrën e të shprehurit, po s'ma mori mendja që do të shfaqet shumë. Po, në fakt sepse neve ndonjëherë kemi konceptin ku shfaqen edhe me video mesazhe, por që Nuria kishte një ide krejt tjetër, një ide shumë të bukur në fakt, për të shfaqur ashtu si din ajo të shfaqet, sepse Nuria për të gjithë ato që nuk e din është poete, dhe shkruan shumë bukur që së shpejti shpresoj ta kemi edhe këtu në studio të shohim a do të arrit që ta shfaqim. Po, më thuaj pak cilat janë ndjesit për këtë letër. Është realisht miqësia jonë. Për këtë thash e kam idenë, tani shumë veta më shkonin në mendje, po në disa momente e dija që është ajo, se mënyra e të shprehurit, gjërat që ndajmë bashkë, është gjithë aty, kështu që. Pra po, pikërisht për atë që folën pak më herët, i ka thënë edhe vetë Nuria në letër, që je një person që dëgjon dhe paralelisht pra shkon edhe i ndihmon edhe të tjerët për të rritur, për vetë se rritesh edhe vetë sigurisht edhe nga ana profesionale dhe nga ana personale. Megjithatë nuk kam mbaruar këto dhuratat, unë do të kërkoj nga regjia nëse ka mundësi të më shfaqin video mesazhin. Përshëndetje për ju atje në studio. Unë përpoqa shumë që këtë video mos e bëj nga vendi ku aktualisht ndodhem, por ja që Agona është nga të shoqet që zgjedh gjithmonë të jetë e pranishme pavarësisht rrethanave se ku ndodhet, prandaj edhe unë vendosa që të jem sot e pranishme për pak minuta virtualisht në studion tuaj. Ilmijet faleminderit shumë që në mesin e gjithë atyre njerëzve që Agonën e kanë të rëndësishme dhe të cilët Agona i ka shumë të rëndësishëm, më zgjodhe edhe mua që të them pak fjalë për karakterin e saj, e ku mund të përshkruhet me pak fjalë gjithë ai uragan që ekziston për brenda Agonës. Agonën ndonjëherë e konsideroj si një superfuqi, sepse mrekullohem nga fuqia e saj për të qenë gjithçka, gjithkund, në të njëjtën kohë. Gona është një nan e mrekullueshme për gjithë ata që
e kanë dëgjuar qoftë edhe pak sekonda të flasë me vajzat e saj, e dinë se çfarë muzike krijon ajo në komunikim me ta dhe si e rrit botën e tyre emocionale. Dhe mezi pres të shoh ato dy vajza të rritura, rezultati një mrekullie siç është Agona. Agona është ajo shoqe që është gjithmonë aty për të dëgjuar, pa të gjykuar, për të t'i thënë gjëra që dhëmbin, pa të lënduar dhe për të parë thellteje, por pa gërryer aty ku ti lëndohesh. Dhe për të t'i thënë gjëra që ti nuk mund t'i shohësh në larg pamësi. Dhe është bekim jashtëzakonisht i madh të kesh miq të tillë në jetë, të cilët mund t'i konsiderosh lirisht të mburoj në një botë që është pak e vështirë. Gonan e du i jashtëzakonisht shumë. Kohëve të fundit, kafet tona të përditshme janë bërë kafe mujore, gjë për cilën vjen shumë inat. Por uroj që pas doktoratës edhe gjithë obligimeve tash të përmbyllura të kemi pak më shumë kohë për njëra tjetrën, sepse çdo moment i kaluar me të është një bekim jashtëzakonshëm. Po e tregoj edhe një veti për cilën ndoshta pak njerëz e dinë. Agona ka një talent jashtëzakonshëm për të bërë dhurata. Dhe tek ai talent ti e sheh dikën që të ka dëgjuar shumë thellë, të ka kuptuar shpirtin dhe mendon të kujton dhe për cilën je jashtëzakonisht të rëndësishme. Gona dashur, vazhdo të shkëlqesh edhe të na mrekullosh gjithmonë. Funny story, unë një herë kam duar trogitur gabim në koncertin e saj të doktoraturës, sepse mes pjesëve nuk lejohej duar trokitja, por unë brengosesha pse s'kishte duar trokitje dhe iniciova unë një. Por përfundova duke duar trokitur e vetmja, dhe po ju them gjithve që unë nuk tërprohem që kam duar trokitur e vetmja në atë koncert, sepse ti duar trokasësh meqt e zemrës, është krenari, edhe uroj që gjithmonë të kem arsye për të duar trokitur Agonën, sepse meqt është më e rëndësishme ti duar trokasësh qoftë edhe gabimisht, se sa të mos i duar trokasësh fare. Shumë dashuri për ju vajtje në studio dhe Gona, shifemi së shpejti për kafe, uroj. Si e pritet? Kjo ishte tjetra që dyshoja sa mund tjetë, që gjithashtu shkruan por nuk shfaqet. Arlinda, për të gjitha dash nuk e din, Arlinda për momentin është në spital, mami vetë merë dozën e fundit të kemoterapisë. Po, në fakt dhe... është si e momenti që duhet të dalë në skenë. Besoj se edhe ajo kështu e ka ndje sot. E vërtet. Po, jam shumë e lumtur që është në një moment, po, ajo është në spital edhe rrethanat janë të tilla që s'mund të jenë të këndshme në momente që jemi nëpër spital, po jam shumë mirënjohëse që në ato momente ka zgjedh të shprehë mirënjohje dhe fjalë të bukura kundrejt meje dhe kam qenë personit për cilin kam mendu. Është dhe vërtet që kohëve të fundit me të gjitha gjërat që na ka ndodhur në jetë, të dyja kemi qenë shumë të përfshime tek jetët tona, mezi bëjmë kohën që të takohemi. Edhe po takimin e fundit e kemi pas, kemi hyj, kemi dëgju koncert bashkë, thash hajde, ishte njeriu i armatosur që u shfaq mesha në Filharmoni, e pash më pa edhe shkom, nuk patëm mundësin as gjatë koncertit flet, kështu që nuk patëm as mundësin që ojmë se si jemi, po që e rëndësishme që shkëmbyem një lloj energjie dhe e dija që është në dozën e fundit të kemoterapisë mami vetë dhe kjo është një lajm shumë i bukur për ta. Edhe jam shumë e lumtur që me mesazhin ishte pjesë e gjithë bisedës tonë. Edhe sigurisht që kafet do shpeshohen, se tani nuk kam doktoraturën. Edhe ajo nuk ka spitalet edhe për kujdesin që është dash ta ketë për këto muaj.
sigurisht. Me të vërtetë është bukur që do t'japin fund edhe kësaj shkuarjes edhe në spital sigurisht. Dhe unë e falenderoj shumë edhe Arlindën. Arlinda, unë e njoh edhe Arlindën edhe personalisht dhe është një person shumë pozitiv. Është përveç se një gazetare e mrekullueshme, nuk ka diskutim, por një person shumë pozitiv. Dhe me të vërtetë nuk nguroj fare. Më lajmëroi që do t'jetë në spital, tha gjithsesi ta do mundohem që ta bëj, tha nuk dua, edhe pse nuk shfaqet atë çet e tij, nuk është tip që shfaqet shpesh, por që nuk nguroj dhe kështu që e falenderoj shumë edhe për këtë. Një gjë që kishte në 2 mesazhet në fakt, përveç fjalëve të bukura, të gjitha fjalëve të bukura që u dhanë në këto 2. Ka pa edhe unë prita shoh ma jemi në një frekuencë. Po, ishte pjesa përveç pjesës që ti dëgjon pa i paragjykuar, ishte pjesa që bën dhurata të mira. Pra, të dyja në fakt të ka dalë, siç duket të pas ka dalë emri për të bërë dhurata të mira. Si e ndjen kur është gjuha ime e dashurisë. Është mënyra se si unë shpreh dashurinë për të tjerët. Unë nuk jam njeri që e them me fjalë. Sidomos në raport shoqëror, nuk e di nëse them ndonjëherë të dua. Nuk është diçka që më karakterizon. Flas shumë, po nuk shprehesh, apo nuk shprehi. Për mua është një rregull që shumë pak veta e din që sa më të rëndësishme t'i kem gjërat, sa më të shenjta t'i kem gjërat, aq më pak flas për to. Kështu që kjo nuk kupton edhe ndjenjat për të tjerët. Për këtë janë 2 mënyra se si unë e shfaq dashurinë, është me kohën që ja dedikoj personit tjetër, që realisht për mua është personi më i rëndësishëm në atë moment, edhe nuk ka gjë tjetër që ma merr vëmendjen. Edhe është ai kushdo qoftë që është ai ajo përpara meje, në atë moment që kemi dalë ose bëjmë diçka, çfarë do lloj gjëje qoftë. Dhe tjetra është mënyra e të dhënit dhurata. Unë mbaj shumë mend, kjo është një gjë që ndihmon tek ajo gjë, që nëse dikush ka përmend diçka, nëse janë disa karakteristika shumë të veçanta që dikush i ka nda në një moment, kalim thi, unë i mbaj mend edhe këto i shfaq tek të bëri dhurata, nuk është, domethënë është mënyra se si e shpreh dashurinë, kështu që nuk pres të ketë raste gjithmonë për të bërë dhurata, nëse shoh diçka edhe ma kujton filanin, e bëj dhuratën, po zakonisht janë realisht gjëra që nuk i shkojnë ndërmend, se duhet të ndëgjoj shumë edhe të kesh shumë vëmendje, edhe të mbajsh mend mirë, që të mund t'ja. Pastaj njerëzit dalim tek një tjetër problem, kompleksohen kur duhet të bëjnë dhurata, se mendojnë se nuk do ma qellojnë asnjëherë, është një edhe me motrat, çfarë do. Pse ajo e vështirë në këtë pjesë? Nuk jam e vështirë, po njerëzit mbi përpiqen. Nga që ti bën dhurata të bukura, mundohen edhe ato për të bërë. Po, kjo është një gjë që sjell pastaj kështu. Po, në përgjithësi unë kënaqem më shumë kur bëj dhurata se sa kur marr dhurata, realisht kënaqem shumë. Kjo tregon në fakt edhe shumë për ty, edhe për pjesën që bën dhurata, sepse pikërisht atë që e thanë edhe vajzat, po edhe që e folëm që ti dëgjon dhe kjo vjen pastaj deri rezultati i dhuratave është pikërisht nga ajo që ti dëgjon dhe i përkushtohesh personit të cilin e ke përballë. Agona, ne jemi nga fundi, por unë dua të të pyes, mos e lë pa e pyetur edhe këtë, vajzat e tua ka trashëguar ndonjëra sipas shenjave, ende janë të vogla e di, por sipas shenjave kështu ka trashëguar ndonjë artin, sepse di që vajza e madhe të ngjan ty nga kjo pjesë pak. Valla është herët për ta thënë, kështu që edhe nuk dua ti imponoj mendimet e tilla. Diçka që duhet të them është që ne jemi të rrethuar shumë me art si familje. Ajo dashuria ime për artin nuk është vetëm për muzikën, për artin në përgjithësi pasqyrohet tek gjithë jeta jonë. Kemi shumë muzikë vazhdimisht, kemi shumë këngë vazhdimisht, kemi shumë ballëzim vazhdimisht. Edhe një dashuri tjetër e imja kemi pikturë. Kështu që ajo që shoh që Arja për momentin s'është më e madhe, bën vazhdimisht edhe në një kohë më të gjatë, jo zakonisht si një fëmijë që merr diçka dhe pastaj e lën, po që për një kohë më të gjatë, gati se u bë një vit që pikturon vazhdimisht. Nuk vizaton, bashkë pikturon me ngjyra. Interesant, se e vogël në moshë, por që... Tani ka, domethënë në fillim ishin thjesht ngjyra të përzjera, tani ka filluar të ketë forma, edhe ka filluar ta pyes nëse don që të shkoj dikun që të ketë një mësues të pikturës, ndoshta më profesionalisht ndase. Edhe ka filluar të më thotë që tani ngadalë po dua, kështu që
Pra e paska të lindur të trashëguar, më duket këtë dashurin për artin. Nuk e di që do dalin, nuk e di a do mund të vizatoj mande, ajo nuk di në kohë është 4 vjeç, ka filluar të mësoj shkronjat, ka filluar të mësoj numrat, si duket kjo pjesa e imitimit të çfarë lloj forme i vjen kollaj. Këndon, ka shumë qejf të këndoj, e vogla vallëzon shumë. Pra janë aty në atë. Nuk e di, realisht as nuk dua t'i them kështu me zë, se nuk dua t'i imponoj asnjë lloj pritshmërie ose gjë të tillë, po besoj që ato un kam pas koncerte deri njëra nga foto që isha me një fustan blu është një muaj para se të lindi Arja, më kanë shoqëruar vazhdimisht që embrion kanë qenë tregtor shumë me muzikë, kështu që besoj se nëse nuk do bëjnë diçka, nëse nuk do bëhen muzikant ose artist, do ta duan muzikën, do kenë kontakt me muzikën dhe unë besoj se kjo është mjaftueshëm. Ajo pa tjetër nuk kanë se si tiki në fakt edhe për ta dashur artin. Mjafton që ta duan për mua është, ta duan muzikën, ta duan teatrin, ta duan në përgjithësi artin. Është arti të bën njeri më të mirë, kështu që. Sigurisht. E vërtet në fakt dhe pastaj ato do qohin vetë se profesionet të cilat ende janë të vogla, kështu që do të vazhdojnë profesionet të tyre. Se cila ku ta ndjej, siç e tha ti, ne jemi 3 motra dhe vetëm unë jam muzikante, nuk i diet. Agona, faleminderit shumë, ju afruam fundit edhe të emisionit, faleminderit shumë që ishe pjesë, faleminderit që ndave nga rrëfimet e tua në fakt, unë të uroj shumë suksese. Me të vërtet je frymëzim, më duhet të them, je frymëzim sepse je palodhur dhe je shembull, unë e thash edhe më herët, je shembull sepse gjithmonë është ajo dilema që karriera apo familja, po ti je një shembull që të dyja mund të shkojnë paralelisht, kështu që unë të uroj shumë suksese, edhe më tutjeshme, çfarë do drejtimi që do marrësh, se nuk e di mbase nuk do të mbarojnë fakultetet ty, nuk do të hiqen provizit. Do mbarojnë, premtoj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Elmia, faleminderit për gjithë kohën, faleminderit që më bëre ti përjetoj të gjitha emocionet, të gjitha ngjyrat e emocioneve nga fillimi në fund. Vlerësoj shumë punën tënde edhe gjithë këtë bisedë që e bëre shumë të këndshme edhe shumë të lehtë, pavarësisht që edhe po në një formë shumë të natyrshme më bëre të ndaj gjëra që asnjëherë nuk i kam ndarë. Jo me qëllim, po askujt nuk i ka shku mendja që të shkoj aty. Në përgjithësi unë jam shumë njeri i hapur edhe nuk kam frikë që ta le zemrën time të hapur edhe t'i ndaj gjëra që janë aty, por që shumë pak veta shkojnë, kështu që faleminderit për këtë. Më vjen mirë dhe faleminderit edhe ty që i ndave. Faleminderit shumë.